Jemi rikthyer dëgjues dashur me pjesën e dytë të emisionit Pasditë Sportive. Në këtë pjesë dytë kam voleybollistin më të mirë shqiptar. Padyshim, Gazmend Husaj, i cili është me ne për të diskutuar për voleybollin, sepse është duke shkuar thjesht në pushimin e pjesës së parë të këtij, apo ndryshe në përfundimin e gjysmës sezonës. Me pas do të fillojë gjysma sezona e dytë. Një start fantastik i skuadrës e PES, militarët e gjithë 100% vendor në vendin e parë, rikthehet në këtë edicion foreshëm. Nga ajo se çfarë ndodhi, nga ajo situatë palakushi në sezonin e kaluar, mirë po, ajo mbetet e kaluar. Gaz, mirë se erdha dhe i bashkua emisionin Pasditë Sportive. Përshëndetje, kënaqësi e veçantë. Një rikthim i jashtëzakonshëm këtë edicion. Po, në fakt, ekipi i voleybollit PEA, si që tha ma herët, është i përbërë me 100% lojtar vendor. Në fillim i kampionatit që jashtëzakonshëm po besoj, kemi tregu që kemi potencial me bë ndeshje të mira, edhe jemi në rrugë të mirë që jo vetëm këtë pjesën e parë të kampionatit, po deri në fund të jemi pretendenti kryesor për titullin kampion. Si po shkon puna tash për tash të PEA, e përmendin në vendin e parë, lojtar 100% vendor, atmosfera si ndodhet edhe çka po presim nga PEA këtë edicion, sepse duke ditë që nuk është që mbare gjithçka ta mundson pak a shumë të jesh në gjysmë finale edhe të jesh në pozitën e parë, fakt ta mundson këtë shkosh në gjysmë finale pa luajtur në fazën çerkfinale, por me pas mund të ndodhë gjithçka ajo e pjesa tjetër. Në fakt, çka e favorizon ekipin e voleybollit PEA është që na kemi mundësi me bë lëvizje në merkato. Domethënë është merkato e deri në janar që ma mund me bë lëvizje të huaja. Për momentin jemi shumë mirë, jemi duke luajtur shumë mirë, tash në testi kryesor është në këtë fundjavë, kemi ndeshjet e kupës. Unë po besoj që me këto paraqitje që kemi bërë deri tash, po besoj që mujmë me fitu edhe këtë kupë. Është një kupë mjaft e rëndësishme për ne, siç e thënë pak më herët e njëjta kupë ka ndodhur një problem vitin e kaluar, që është diçka personale për ne, dhe po besoj që ekipi është mjaft i fokusuar për këtë pjesë të kupës, pjesës së parë kampionatit, dhe pse jo ta fitojmë këtë kupë. Sa ka ndryshuar PEA një moment i tillë vitit të kaluar me këtë edicion? Me thonë drejten është pothuajse çdo gjë ndryshe, ekipi përbëhet prej mos thom pjesës më të madhe lojtar lokal të qytetit PES, kemi edhe Adriatikun që është nga Prishtina. Në kornizë të klubit pothuajse është pa të huaj është e njëjta, dhe unë po besoj që është një rrugë mjaft e mirë që edhe klubet tjera të ndjekin këtë pjesë, që të investojnë edhe në lojtar vendor të ri, se ne kemi disa prurë edhe nga ekipi i trive, që po besoj në një tarë më shumë të shpejt mund të shfaqin veten dhe mund të luajnë nivelin e Superligës këtu në Kosovë. Kështu që unë po besoj që jemi në rrugën e duhur si klub, dhe i preferoj dhe i them gjitha klubeve që ta ndjekin njëjtën rrugë sikur ne. Gjatë këtij viti në fakt është zhvilluar edhe kupa e botës, apo ndryshe botërori i voleybollit, dhe Gazti pak a shumë ke luajtur me disa prej lojtarëve, sepse ka rast më përballë me disa prej tyre gjatë kohës apo ndryshe karrierës tënde që ke pas në vende të ndryshme. Na si vend ku jemi me të paktën mund të arrijmë, apo kemi një farë lloj objektive që mund të arrijmë dikur me kam pjesë një evropian apo botërori? Në fakt nuk është që nuk jemi të punu, dhe më thonë shihet një ndryshim të ekipit kosovare, po ashtu kemi fillu që të kemi edhe paraqitje europiane. Jemi, me thonë drejtën, goxha larg me nivelin e kampionatit ose ekipeve të kampionatit europian, mirë po, dhe më thonë është vetëm kjo rruga që duhet ndiqet. Klubet kanë fillu të investojnë, kanë fillu të binë prurë të rera, që është një gjë po besoj shumë e mirë për nivelin e lojtarëve të ri, që të shikojnë, të rriten, të mësojnë, dhe pse jo një tarë më shumë të shpejt të na prezantojnë edhe në arenën ndërkombëtare. Na kemi disa lojtarë të ri tash që kanë filluar vetëm dalin nga jashtë pas meje, domethënë disa vite, diku rreth 15 vite që kam luajtur në Europë dhe me Gjon.
I kemi disa lojtarë të ri që kanë filluar ta tregojnë veten në arenën ndërkombëtare, që po besoj është një gjë që tregon që kanë filluar ekipet kanë filluar të punohet, është bërë një farë mënyre profesionalizmi nëpër klubet e voleybollit. Lojtarët kanë filluar të jetojnë me voleybollin, me sportin përgjithësi dhe po besoj kjo është rruga e vetme që na mund të rrisim nivelin. Jo shumë shpejt që të jemi në nivel evropian, po pse jo mos të jemi në nivelin e Ballkanas që po besoj shumë shpejt mund të arrijmë. Gaz, sa po arrin me mësu sportistat e ri të voleybollit nga përvoja jote, nga karriera jote që ke pas, sepse si lojtar ti dallon prej atyre të cilët që luajnë nivel lokal, kur duke ditë që ti ke luajtur në nivele më të larta profesionale. Po gjithmonë mundohem të jem pranë tyre. Edhe ata lojtarë të ri që vinë stërvitje tash kanë fatin me ekipin e voleybollit pe atë stërvitemi bashkë. Domethënë kemi pas një prurje kogja të madhe nga lojtarët e tri që tash po bëjnë stërvitje me ekipin e parë. Jo vetëm nga unë që mund mësojmë, po kemi edhe Adriatikun që ka luajtur në arenën ndërkombëtare. Po ashtu kemi lojtarë tjerë me përvojën e ekip që mund të mësojnë. Na jemi gjithmonë në kontakt me ta, edhe gjithmonë mundohem që t'ja u tregojmë ato elementet bazë, teknikën e para që duhet mësohet dhe po besoj është një plus shumë i madh për lojtarët e ri që të bëjnë stërvitje me ekipin e parë dhe jo vetëm personalisht me mua, por me gjithë pjesën tjetër e ekipit. Domethënë jo vetëm unë, por gjithë lojtarët që jemi pak më përvojë, mundohem që t'i këshillojmë, ti mësojmë dhe po besoj që edhe ata kanë një kënaqësi të veçantë që me stërvit edhe me punu me ne. Gaz, kur pritet që Gazi tjetaj që do t'a le voleybollin apo voleybolli t'a le Gazin? Një orë është, ose në duhet t'a le ose të më lej voleybolli. Me thonë drejtën, po ndihem shumë mirë, fizikisht jam shumë mirë, jam kthy në vendin tim edhe aty ku e fillova që të jap kontributin tim, nuk e kam menduar se kur do të ose po riformule pyetje pak më ndryshe. A do të shkoj Gazin në ndonjë ekip tjetër jashtë vendit apo jo, do të qëndrojmë? Absolutisht jo. Domethënë edhe këtë vit do të përfundoj këtu dhe këtë vit kisha 3 oferta. Mund t'i përmend edhe me emra shtetet që kisha oferta, por nuk e kam menduar që të lëviz. Tash jam duke u fokusuar këtu në Kosovë, po ashtu krahas voleybollit do filloj edhe punë tjetër edhe biznes, kështu që unë po besoj që do ta nuk e di edhe sa, por do e përfundoj këtu dhe nuk e mendoj që të lëviz jashtë. Po e luan edhe rolin e menaxherit Gaz? Në fakt menaxherit jo, po një farë lloj mentori për lojtarë të ri, nëse kush do që ka nevojë, po si lloj ndërmjetësuesi, domethënë kemi shumë raste që lojtarët kontaktojnë me menaxher dhe menaxheri më kontakton mua vetëm për të marrë informacione se përket lojtarëve. Po thuaj se shumica e menaxherëve më njohin për karrierën time në arenën ndërkombëtare dhe nuk ndodh që mos më pyet për një lojtar se si është niveli i tij, si është karakteri, se kjo duhet edhe lojtarët e ri duhet ta mendojnë këtë gjë. Nuk është vetëm niveli, duhet jetë edhe karakteri. Edhe më pyesin për karakterin, për punën që ka bërë. Po, mundohem të ndihmoj më aq sa mundem, jo vetëm këtu, por gjithandej që një lojtar edhe menaxher. Cilë prej lojtarëve ju kanë ndihmuar Gazit jetë si ndërmjetësuesi tyve, që ata nuk e dinë ndoshta? Me të thonë drejtën të gjithëve, domethënë gjithë lojtarët që janë këtu, edhe pse nuk e kam, si kam thonë ndonjëherë, po duke e nis për shembull prej Erit që ka shkuar në Bullgari, është një gjë e jashtëzakonshme herën e fundit kur u takova me të, i thash që neve duhet bëjmë gjithë bashkë të përkrojmë ty në karrierën tonë dhe si profesionistë në karrierën tonë ndërkombëtare. Po ashtu dhe lojtar tjerë Berisha që ka shku tash i ka bërë kontratë në Mongoli. Edhe për ato, domethënë menaxhera më kanë pyetur se si është, kështu që domethënë çdo lojtar ose çdo lëvizje që bëhet qoftë këtu ose më larg, më pyesin ose marrin mendimin tim. Domethënë jo vetëm ata, po për secilin 100%, po për një pjesë të madhe të tyre që i kanë nivel pak më të lartë, që pretendojnë edhe kanë mundësi me ikë jashtë, edhe më pyesin se si është niveli dhe karakteri i tyre. Gaz, po du mund tek voleybolli vendor, duke ditë që është hapur thjesht një dyrë ose një derë e cila po ja mund të lojtarëve të rinj që ata me potencial po mund të dalin edhe jashtë vendit, pra për të qenë pjesë e një ekipit që kur të vjen ta përfaqëson Kosovën në mënyrë më të mirë. Po çka po i mbyllet një derë voleybolli tjetër që nuk po marrin me hap çat derë.
Paga shumë, çka po mungon voleybollit në Kosovë? Po e kuptova pyetjen, një gjë shumë e mirë është që tash lojtarët mund ta tregojnë veten, është shumë më e lehtë për të lëviz jashtë kufive të Kosovës se çka qenë më herët. Domethënë ka menaxher që e përcjellin ligën e Kosovës, ka ndeshje që i transmetojnë edhe ekipet kosovare. Një gjë që do e kom thonë gjithmonë edhe do e them prapë është puna nëpër klube. Domethënë puna me trit. Neve fokusohemi shumë, kemi një lloj mentaliteti që fokusohemi shumë tek ekipet e para, tek notet personale që duhet dalim kampion, por ti mund dalesh kampion, por duhet të investosh në tri. Nëse çdo vit nuk e nxjerr një lojtar që ta ofrosh tek ekipi i parë, ai kampionat për mendimin tim nuk vlen. Unë po besoj që edhe i këshilloj gjitha ekipet që të punojnë me tri. Kam pas rastin këtë vit mi pa disa ekipe që kanë ardhur, ekipet e para janë full kompletuara, por kur e pash ndeshjen me tri, kishin vetëm 6 lojtarë, vetëm sa për të ardhur ta bëjnë numrin që ta zhvillojnë një ndeshje. Kështu që kjo gjë duhet hiqe, duhet punohet sa më shumë me tri, edhe nëse është e nevojshme duhet sjellëm edhe trajner tri vetëm për tri. Kjo është rruga e vetme që duhet ndiqet dhe ta hapim atë derën përfundimtare rrugën lidhse Kosovë-Europë. Mendoj se kjo është që duhet të jetë. Apo e bën tash për tash ndonjë prej ekipeve të Kosovës? Nuk e kom po me thonë drejtin. Janë disa ekipe që s'pi përmend me emra që janë duke punu me tri më shumë se ekipe tjera. Po besoj që duhet edhe ekipet tjera që të fokusohen te kjo pjesë. Por janë disa ekipe që janë duke punu, pa mërë parasysh me trenerët ose me nivelin që kanë. Apo e bën për shkak të nevojës që ka për ta, apo për shkak të krizës financiare që nuk ta kenë për shkak nevojës. Gazi sot është, ne diskutuam pak më herët, Gazi sot është, nesër duhet ta le. Nëse nuk e le Gazi, e le në voleybolli Gazin. Kështu që është edhe për shkak nevojës, edhe për shkak të punës që tash edhe të paguhet puna. Domethënë është shumë e lehtë që ti të nxjerrësh lojtar dhe të bësh kontrata që në rast se lëvizin në Europë mund të përfitosh nga ta. Është edhe i lloj si biznesi sa i përket kësaj pjese. Kështu që unë po besoj që jo vetëm për ekipin, duhet të fokusohen tek ekipet e veta që nxjerrin lojtar për ta përfaqësuar ekipin e tyre në ligën e Kosovës, mirë po duhet të nxjerrin talent dhe të punohet me ta për një të ardhme më të mirë për ta edhe për voleybollin përgjithësisht. Në rast në një lojtar i Kosovës, domethënë rrit nivelin dhe luaj jashtë, edhe në fund sezonit vjen luaj me ekipin kombëtar, sigurisht që do të jemi më të fortë. Sigurisht që punohet më shumë nëpër vendet e Europës dhe kur të vim këtu duhet ta bëjmë diferencën me nivelin që kemi. Kupa do të nis pra e përmende cili është objektivi i PES këtë edicion. Ti fitoj të gjitha trofet, ti rikthej pra në qytetin e PES apo? Patjetër, domethënë vikendin që vjen i kemi finalet e kupës. Sa po shihet tash matematikisht ne do luajmë me ekipin e Skënderbeut, i pari me të katërt, ne jemi në vend parë, kurse Skënderbeu e katërta, kurse ekipet tjera janë Drita dhe Ferizaj që luajnë njëra kundër tjetër, dy ekipe me nivel të barabartë, do jetë një ndeshje shumë e mirë. Mirë po ekipi i PES këtë vit, domethënë duke filluar nga fillimi i kampionatit, që jemi në vend parë, edhe te kjo kupë do jemi me synimin që ta fitoj këtë kupë. Edhe jo vetëm këtë kupë, po çdo ndeshje na jemi ekip që shkojmë ndeshje pas ndeshje. Dhe po besoj me këtë nivel lojtarësh edhe me një prurjen të ardhmen, po besoj që jemi ekipi kryesor pretendent për titullin e kampionit. Po do më dalë gaz dhe diçka në karat evropiane. Ekipet tona kosovare, si e shohin pjesëmarrjen në karat evropiane, apo ndryshe si është ti edhe cili do të ishte ai këshilla jote kur përballen me disa prej ekipeve evropiane? Kemi pa që Ferizaj do mori tash në Kupat e Europës, po nisim nga e tashmja. Nesër nëse nuk gaboj, e kanë ndeshjen me ekipin Çipriot Pafios. Edhe po besoj që mund të paraqiten mirë. Liga e Çipros nuk është në nivel shumë klart të europian, mirë po edhe ekipi Ferizajt ka disa lojtarë të huaj, 3 lojtarë të huaj që mund të paraqiten shumë mirë. Një gjë do e thoja tash se bisedum rrugës edhe me shokët mi thash pse jo ata nuk kanë marrë në lojtar tjetër vendor, se kanë mundësi, domethënë lejo që ta marrësh në lojtar vendor nga Kosova që ta ndihmoj ekipin atje, pse jo vetëm për të paraqitur mirë, por edhe për të fituar, domethënë nuk ka një nivel, do jetë historike që nëse një ekip i Kosovës fiton një
ndeshje ndërkombëtare. Edhe unë po besoj që ata do penalizohen për këtë gjë, sepse kanë disa mungesa në formacion që mund t'i merrnin ose t'i huazonin nga ekipe tjera që të paraqiteshin më mirë atje. Kjo gjë mboni nuk e di pse, mirë po unë e kuptoj ata që kanë ekipën dhe duhet të investojnë ose të arrisin nivelin me atë ekip që kanë. Mirë po, nga që janë 2 ndeshje ndërkombëtare, pse jo ta marrin edhe domethënë ta huazojnë edhe në lojtar tjetër që të arrisin nivelin edhe të paraqiten shumë më mirë në këto kupa. Pse nuk e bën këtë në sportin e voleybollit kështu? Nuk e di, unë kam thonë që duhet t'i lëm këto inotat personale, ta thash më herët që nuk ka rëndësi doli peja kampion nëse ajo tjetra tash këto inotat personale mes ekipeve duhet t'i lëm. Domethënë kur është shteti është mbi të gjitha. Edhe këto janë disa gjëra që mu me thon drejtën lloj mentaliteti që nuk po m'pëlqen. Dhe po mor parasysh nëse ti ke pas probleme fushë ose ndeshje ku e diun me ekipet, ato duhet t'i eliminojnë. Kur është shteti duhet mbledhem të gjithë bashkë, ta bëjmë më të mirën edhe pse jo, domethënë atë çfarë do ishte nëse Ferizaj do fitojnë një ndeshje në Çipër. Do jetë historike, është hera e parë që ngarat europiane fitojnë një ndeshje. Edhe ka pas mundësinë, nuk e di pse nuk e kanë bërë këtë gjë, mirë po unë i dëshiroj sukses nga zemra që nesër ekipi i Ferizajit të kthehet me fitore. Do ishte diçka e jashtëzakonshme. Gaz për mos të marrë kohë shumë, me qenë se do të kemi edhe përgatitje të tjera për ndeshjet e tjera. Po nuk më dalë tek një pyetje që ka të bëjë pak shumë me karrierën tonë, duke ditë që ke luajtur në shumë ekipe të ndryshme të Evropës, edhe ke vendosur thuajse 2 apo 3 vite më parë të rikthehesh në Kosovë. Ai ka robi shman gazë që u kthyn në Kosovë jo? Jo, as pak, se unë kom dalë me lujt jashtë në 2008 kur kom qenë, mos them 17 vjeçar, nga atër 15 vite karrierë profesionale, besoj që nuk është pak. Me shiku kështu në këtë pjesën e Ballkanit ku jetojmë ne, nuk po besoj që ka pas një sportist jetë gjatësimet sa kom pasun, domethënë edhe pa lëndime, edhe një duke luajtur në ligat më të mira të Europës, ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Po besoj që është momenti që një sportist, domethënë atë fillimin, ngritjen edhe përfundimin duhet ta ketë. Si sot si nesër patjetër që duhet ta ketë. Unë po besoj jam i mbushur me karrierën time. Unë u ktheva në Kosovë aty ku e fillova, që ta bëj më të mirën, jo vetëm për të luajtur edhe të arrisim nivelin e voleybollit peja aty ku e nisa në nivelin ku e meriton. Mirë po ishte momenti që të kthehem dhe të kontriboj këtu për Kosovën, për klubin, për gjithë që kanë nevojë, edhe për tric sigurisht që po. Gaz, çdo sportist thuaj se ka në fakt 3 ëndra për mi plotsu. Ëndra e parë është me lujt për një vendin e tij, që me arrit me ngrit vendin e tij më lart. Ëndra e dytë një sportisti flitet që do të jetë për të shkuar diku në Evropë për të bërë buj, edhe ëndra e tretë është për ta përfaqësuar shtetin në mënyrë më të mirë. Ai ka plotsu Gazit 3 për këtyre ëndrave apo është një ende pa? Gazi në fakt i ka plotsu edhe më shumë se unë sport e kom ta rendis mënyrën time, domethënë vitin e parë kur kom qenë 17-18 vjeçar, kom ikë me luajtë në Zvicër, domethënë nivel evropian, nga aty fillova dhe hapat e mi si lojtar profesionist. Pastaj pas një kohe u ktheva që të luaj për kombëtarën e Shqipërisë, sepse Kosova po ashtu nuk ishte e pranuar në atë kohë. Siç dihet, Kosova është pranuar ndërkombëtarisht në vitin 2017. Dhe nga viti 2009 deri në vitin 2017 kam qenë pjesë e kombëtarës së Shqipërisë në gjitha kualifikimet, si Kupat e Europës, Europa League, kualifikim për kampionatet e gjitha. Pastaj në 2017 unë e pash që Kosova është pranuar dhe e ndjeja që Kosova ka nevojë për përvojën edhe eksperiencën time ndërkombëtare. U ktheva për të luajtur, për ta dhënë kontributin edhe për vendin tim, për Kosovën, aty ku u lindra dhe u rrita. Kështu që, domethënë ka qenë Shqipëria, kanë qenë Europa, Kupat e Europës, Liga e Kampionëve, domethënë gjitha kompeticionet që kam pas, për shembull në karrierën time, vlen me cek për shembull Ligën e Kampionëve, kemi humbur në gjysmëfinale me ekipin italian kur kam luajtur Serie A me Kopra Piacenza në Gazeniti Kazanit, ka qenë diçka e jashtëzakonshme për mua si lojtar i ri. Po ashtu Ligë Kampionëve për shembull me Tursin e Francës, kemi pas rekord në kampionat me 32 fitore, po humbje në kampionat, kemi fitu kupën, Superkupën, po ashtu edhe Kupën e Francës. Kanë qenë kupat e kualifikimet e kampionatit Champions League-s.
edhe te përfundimi kualifikimet me Kosovën në kampionatin evropian, që pa marrë parasysh duhet, kjo është rruga që duhet ndiqet. Ka qenë këtë vit, duhet jetë vitin tjetër, duhet vazhdohet ky avaz për rritjen e nivelit në Kosovë. Domethënë duhet të participojmë. Pa marrë parasysh në cilat kualifikime duhet participojmë. Unë do e këshilloja edhe do ishte më e mira për mendimin tim që të fillojmë gradualisht, për shembull, të marrim pjesë në Europa League, janë ekipet nivelit ton, duke nis pjesë të shtetet në zhvillim, shtetet që janë tu e zhvillu volejbollin. Do ishte perfekte nëse do marrim pjesë në Europa League. Pastaj po fitove Europa League ose po bëra paraqit mund të lush edhe në Silver Europa League. Domethënë janë dy kompeticione para se të shkosh në kampionat evropian. Kështu unë mendoj që kjo duhet jetë rruga e së ardhmës, duhet që ne vitin që vjen si ekip i Kosovës të përfaqësohemi ose të marrim pjesë në Europa League. Europa League do na përballte me ekipe si Maqedonia, Danimarka, Norvegjia, Gjeorgjia, domethënë ekipe që janë zhvillim dhe janë në nivel që ne mund të përfaqësohemi. Nëse na marrim pjesë direkt në kampionatin evropian do jeti çik më vështirë se na bie Italia, Franca ose Portugalia ose ku e diun. Kështu që domethënë përgjithësi jam i përmbushur me këtë pjesë. Unë jam këtu deri sot ka nevojë edhe Kosova, edhe liga, edhe ekipi kombëtar, domethënë çdo gjë që është e nevojshme një këtu për ta jap maksimumin për të ndihmuar në rritjen e nivelit në Kosovë. Gaz, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pazita Sportive. Faleminderit juve, kënaqësi e veçantë.